Kush është fansi i Big Brother VIP4 dhe e ndjek rregullisht e di tashmë që Egli Tako është e dashuruar me Gjestin, banor i cili ju bashkua më vonë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por që ka spikatur me lojën e tij. Që prej fillimit Egli e shprehu pëlqimin ndaj Gjestit, por ky i fundit tha se kishte vetëm një tërheqje fizike ndaj saj. Së fundmi, pasi shkëmbyen një puthje mes tyre për hatër të një skene në një shfaqje që zhvilluan brenda shtëpisë, Gjesti tha se Egli tashmë quhej e dashura e tij. Por kaq zgjati lumturia, pasi një nishan i Eglit në një pjesë të trupit të saj, është bërë objekt debati mes saj dhe Gjestit. Egli u zgjua e përlotur, teksa Danja e ngushëlloi dhe i dha disa këshilla. Shkoi shfrynte te palestra për këtë. Erdhi te krevati, vuri jorganin në mes dhe më ktheu kurrizin. Nuk jam ndjer ndonjëherë në jetën time më e fëlliqur. Të ndihesh në faj për një gjë të Zotit. Po plasja. Falendero Zotin që je këtu, se kishe fluturuar nga dritarja, i thash. Kjo është hera e parë që më bie me shkelm, i thash, tha Egli teksa po fliste me Danjen. Mblidh trut e kokës, je kokra e yllit. Mos mendo kështu gjërash, i tha Danja. Më pas Egli ka debatuar me Gjestin lidhur me këtë ngjarje. Më vjen zor sinqerisht ta bëj këtë diskutim, por më ke bërë të ndihem shumë keq. Mbrëm për herë të parë më ke shkelur, më ke bërë të ndihem si player. Të më vësh jorganin në mes dhe të më kthesh kurrizin për një gjë të Zotit. Rritu, të lutem. S'më ka ndodhur kur kjo. Mënyra se si shprehesh është e tmerrshme. Mendova se po bëje shaka. Djalë në jetën time që të më ketë bërë të ndihem më keq nuk ka ndodhur kur, i tha Egli Gjestit. As unë vajzë që më ka bërë të ndihem më keq nuk kam parë kur. S'kam parë kur gjë të tillë. Nishan kam parë, po të tillë jo. Vetëm hiqe të thash, i tha ai. Mendoje njëherë të ta bëjnë ty është turp, kush ta dëgjoj, ju kthye Egli. Të kërkoj falje. Për çdo gjë nxjerr lot. Nuk kisha parë gjë më të keqe dhe më erdhi keq kur e pash. Ashtu u ndjeva. Nuk kam parë kur gjë më të shpifur në jetë, i tha Gjesti më tej Eglit. Fjalët e Gjestit e skandalizuan Eglin, e cila i tha që nëse nuk i pëlqen kjo gjë të mbaj distancë me të. Një klip u transmetua dje në mbrëmje sa i përket debatit mes Eglit dhe Gjestit për nishanin e saj, por kjo gjë nuk i pëlqeu banorit. Pas komenteve të opinionistëve të Big Brother VIP4, Gjesti u largua nga living, ndërkohë që Egli u mundua ta shfaqsonte. Megjithatë, pas spektaklit, Egli dhe Gjesti debatuan me tone të larta, ndërkohë që ky i fundit i tha asaj se ishte viktimizuar të Danja. Egli e mohoi këtë gjë, ndërkohë që i tha Gjestit se ai e kishte ofenduar. Ti të ma bësh mua këtë. Do të luash me mua, hajde luajmë. Do ta gjesh keq e më keq. Po më bëhet pa drejtësi. Të kam mbrojtur me thonë, kam mohuar lojën time, gjithçka për ty unë kam dashur ta fitosh ti, unë kam dashur të fitoje. Unë kam qenë fansja jote këtu. Kam luajtur për ty këtu. Kam shkelur veten. Edhe sot e shkela prap veten. Lëre nishanin, nuk më manipulon më. Jo me këtë që më bëre sot, ju drejtua Egli Gjestit e lënduar. Më pas Egli foli me Danjen dhe ajo i dha disa këshilla të sinqerta. Danja i sugjeroi që t'i shoh gjërat ftohtë dhe të filloj të luaj. E di si është gjëja dhe e kam pranuar sepse unë nuk dua ta dëmtoj në asnjë mënyrë, ama të arri të vi të më thotë ti je lojtare dhe vajte e bëre këtë gjë që unë të dilja ashtu si dola. Të doj të fshej të gjithë gjën që bëri sepse ju ulën pikë, tha Egli. Këtu e ke gabimin ti thuaj, po unë jam lojtare, kështu doja të nxirrja. Unë nuk jam natyra që futem mes çifteve, mos të shkoj mendja që dua t'ju ndaj. Thjesht jam me femrat sido që të jetë gjëja. Po e thënë si një shoqeje duke pirë kafe luaj. Nuk besoj që të ka mbetur gjë tjetër. Nuk mendoj që do të favorizoj diçka tjetër. Ai është lojtar, nëse ai luan edhe ti duhet të luash. Ai do një partnere në lojë. Ti mos i jep një partnere në lojë. Ti ke qenë mbështjella e tij, jo partnere në lojë. Ai nuk do dik që të kujdeset për të. Mund ta lësh këtë përjashta, i tha Danja Egli. Pas të gjitha këtyre, Egli i mbajti qëndrim sot Gjestit, ndërkohë që ky i fundit filloi të ngacmonte vajzat e tjera. Teksa Ola po bënte dush, Gjesti i kërkoi që të flinte me të.
running wild.